Përshëndetje, kemi këtu me parashimin e datës 5 nëntor të 2025. Duke se kemi një ditë shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me disa kënde planetare që neve na ndihmon që neve të ecim me hapin e kohës, por me siguri. Çfarë ndodh dhe ndikimit planetar që ka të bëjnë për datën 5? Data 5 kemi një hënë të plotë muaj që zhvillohet në boshtin Dem Akrep. Në kundërshtim të mprehtë me Marsin nga Shqiptari, me Uranin në Binjak. Kjo hënë e plotë mund të sjellë zhvillime të stuhishme në jetën tonë të përditshme, ngjarje të paparashikuara, gjithashtu ndryshime të papritura në lidhje me punën, karrierën. Dhe kjo do ndikojë veçanërisht dhe vendin tonë. Ajo ndikon kryesisht në shenjat fikse. Demi, Luani, Akrepi, Ujori, por edhe binjakët Virgjeresha, Shqiptari si dhe peshqit në ditët e para të lindurit në dhjetëqind e parë. Do të ndikojnë çështjet ekonomike, në bujqësi, në mjedise të ndryshme që ka të bëjnë në lidhje zakonisht hëna e plotë ndryshon shumë sepse ka ndikime nga më të ndryshmet, por gjithsesi kjo mbetet për të parë në anën tjetër të punës, por sidomos kur juve keni datëlindje në dhjetëqind e dytë në të Demit, të Luanit, të Akrepit, të Ujorit ose ata që kanë ascendente. Por gjithsesi kërkohet vëmendje, nuk do ishte keq që juve të shikoni gjërat më në themel dhe jo përciptasi. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al kemi faqen Rose Shkonetje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që ju kërkoni dhe dëshironi, duke pasur parasysh lidhjet, ndryshimet, ndikimet, edhe çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe me gjërat që juve dëshironi. Duke pasur parasysh gjithashtu me një periudhë që koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt dhe keni mundësinë në gjërat e tjera që do të diktojnë ose do të ndikojnë. Kur bleni paketën juve, pasi keni bler paketën në numër për 4 të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin tek dritari atje, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Çdo të mërkurë, kemi thënë çdo të mërkurë në 9:30 përgatituni, sepse po ta shikoni atje e keni dhe mund duke ndjekur hapat me kujdes atje, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen. Por nuk ndalemi këtu. Ka filluar shërbimi i ri. Çfarë është ky shërbim i ri? Shërbimi i ri që do quhet membership, po ta shikoni, mund të futeni të shikoni, dhe atje mund të jepni të dhënat pastaj duke dërguar datën e lindjes, satje do bëhet fjalë për shembull parashkim javor, datat e mira, datat e vështira dhe kohën më të qartë që juve keni. Pra do të keni atje. Duke u regjistruar, abonuar, sepse gjërat e mira do të jenë të lira. Dhe shikoni, hidhni një sy, pastaj do më kujtoni me datën e lindjes, emrin dhe mbiemrin tuaj dhe merrni pastaj përgjigjen në video. E merrni në video në atje tek dritaria juaj personale, private. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Duke pasur parasysh juve të shenjës së dashit, keni disa mundësi ku do të zgjidhni disa problematika të ndryshme që lidhen me ekonominë, lidhen me financat dhe jo vetëm. Meqense kemi të bëjmë me një ndikim shumë të madh në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa takime dhe vendime të rëndësishme që do të keni, është një moment mjaft i mirë, sidomos lidhjet e dashurisë me peshore dhe me ujor. Është koha më e përshtatshme dhe më pozitive për juve të kësaj shenje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë tek shenja e Demit, ku është dhe dita e rëndësishme për këtë shenjë, sepse gjithmonë kur kemi dhe aktivitete planetare siç është hëna e plot, ku do bëj zhurmë të madhe dhe mund të quhet me plot bindje, është një qetësi përpara stuhisë. Kjo stuhia
ka ndikime shumë të mëdha dhe shikon edhe vetë ku do jeni, por kur jemi me këmbë në tokë, asgjë nuk do. Duke pasur parasysh hëna e plot në aksin Dem-Akrep na jep mundësinë edhe të kuptojmë pastër çiltër në gjëra që duam të bëjmë në kohë që neve kemi të rëndësishme përsa i përket çështjeve të karrierës, përsa i përket asaj çka neve duam të bëjmë. Meqenëse ju të shenjës së Demit keni një mundësi të artë dhe këtë e zgjidhni, nuk diskutohet sepse është dhe koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar çështjet e financave, kurse në anën tjetër në çështjet të lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan të 10 digjit të tretë është diçka shumë pozitive. Madje është koha e duhur për të zgjidhur çështje problematike, është koha e duhur për marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm në dashuri, edhe pse keni pasur keq kuptime, po gjëra duken pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi dhe një kohë të artë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që nuk mund të zgjidheshin përpara për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës, sepse ka të bëjë shumë me karrierën, por në të njëjtën kohë jeni dhe në anën tuaj më të mirë të mundshme, sepse duke pasur parasysh punën tuaj dhe vendimet që merrni në kohën e duhur, është një mundësi shumë e mirë stabilizuese, konkretizuese me punën dhe karrierën, me ndryshimin dhe vendimin që do të merrni, por gjithashtu është dhe koha më e mirë e mundshme tani e tutje për të marrë vendime të rëndësishme. Duke pasur dhe një takim që do bëhet, ky takim mund të jetë i papritur, një takim që tani për tani është në ndikimet e juaja, sepse ka të bëjnë lidhje me karrierën, ka të bëjnë lidhje me çështjet e biznesit, por gjithashtu edhe në lidhje me një vendim shumë të rëndësishëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa i përket shenjës së gafores, meqenëse gaforet tani në këtë periudhë kanë pasur mjaft ndryshime, ndikime, diktime në lidhje me karrierën, në lidhje me një çështje madhore ekonomike. Por edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë në të duhurat përse përket punës suaj, përse përket çështje të rëndësishme financiare, lidhet shumë me financën, por gjërat janë në një farë mënyre vazhdimi dhe korektësia juaj në lidhje me çështjet e punës suaj tani për tani është momenti më i mirë i mundshëm, sepse tani është koha e duhur për sa përket stabilizimit financiar ekonomik, por njëkohësisht ka diçka shumë pozitive, sepse për juve miqtemi është momenti më i mirë i mundshëm, është për karrierën tuaj dhe disa vendime që do t'i merrni tani tutje, kur është momenti më i artë dhe më i mirë për stabilizimin dhe konkretizimin e punës suaj, por dhe e lidhjeve solide që ka të bëjnë me briqap dhe me dash. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se tani e tutje është periudha, koha e vendimeve ndryshimeve të mëdha që do të keni dhe është një moment shumë i mirë për të stabilizuar biznesit të karrierës suaj, duke i qenë se i keni të gjitha mundësitë, duke qenë se keni pasur çështje të lëna pezull dikur dhe kjo ka të bëjnë me avancimin dhe ndryshimin e madh ekonomiko-financiar në lidhje me një takim që mund keni pasur, por gjithsesi ka qenë koha e duhur për zhvillime dhe ndryshime të punës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të 10 digjit të parë, me Shqiptar të 10 digjit të tretë, është pozitive dhe korrekte nga ana juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat, meqenëse virgjëreshat duket se tani e tutje, edhe pse ndihen të fokusuara me anën ekonomike financiare, ndihen shumë pozitiv, ndihen mirë në ekonomi, ndihen mirë në vazhdimsi dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, por një nga momentet më perfekte, një nga momentet më ideale, më stabilizuese në punën tuaj është stabilizimi i financës dhe i ndryshimit të madh që do të keni tani tutje juve të shenjës së virgjëreshës, sepse virgjëresha është ndikimi i madh dhe koha që jep mundësi, jep krah për të vepruar, për të ndihmuar në anën tuaj, dhe ndihmesat janë ato që ju bëjnë të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me gjërat që do të ndikojnë dhe diktojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e 10 digjit të parë, me ujorët e 10 digjit të tretë, është diçka fantastike dhe serioze për punën tuaj.
Vijojmë tek shenja e radhës, një shenjë që vërtet ndikohet dhe dikton shumë, kjo do thot shenja e peshores. Çfarë ndodh me peshorët? Kurse peshorët kanë anën tyre më të mirë të mundshme në fushën e karrierës së tyre, sepse duket se zhvillimet dhe ndryshimet janë në favorin e tyre. Një moment mjaft perfekt, që është lidhjet ka të bëjnë me dashtë dhe dishit parë, me ujorët dhe dishitet që është perfektja, por një problem i vogël që ka qenë me gaforet dhe dishit të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e akrepëve. Përsa përket akrepëve, akrepët të duket se është një nga ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë akrepi, duke pasur parasysh ka përballë demin, tek demi ndodh fenomeni i hënës së plot, ku do tundemi, do shkundemi. Nuk të remen malet nga dëbora, por është i diçka, sepse kur hëna sjell në vazhdën e vet shumë gjëra, shumë ndryshime, për të rikujtuar që duhet të merrni masat për gjëra që juve të keni sigurinë, të keni mundësinë, të keni vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bënë me luantë dhe diçit të parë, me peshkët dhe diçit të tretë që është perfektja, por një nga mundësitë të thotë me luantë dhe diçit të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Përsa e përket shigjetarëve, meqense shigjetarët të duket se tani tutje ku kanë pasur disa gjëra më përpara, por është një gëzim shumë i madh sepse lidhet shumë me familjen, lidhet shumë me punën, lidhet shumë me udhëtimet, disa udhëtime të shkurtra, por janë udhëtime fantastike sepse mbi stabilizimin dhe zotësinë tuaj të krijuar në lidhje me ekonominë, stabilizim dhe punës qartë që juve keni për qartësinë më tepër, dhe kjo është një nga momentet, është dhe koha më e mirë që juve do t'i stabilizoni dhe do të rregulloni anën tuaj. Por meqense kjo mund të quhet ose më saktë mund të rregullohet në një farë mënyre e çështjet ekonomike financiare, biznesi dhe karriera, është një mundësi shumë e mirë tani mbi stabilizimin dhe konkretizimin e punës suaj, të karrierës suaj dhe të ndryshimeve. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me virgjëreshtë dhe diçit të parë, me agaforët dhe diçit të tretë që është perfektja, por një nga ndryshimet më të mëdha do të bëjnë me dashtë dhe diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e briqapëve. Për briqapët tani e tutje është edhe koha mjaft e mirë dhe shumë pozitive në lidhje me mjaft ndryshime që ka të bëjnë dhe mjaft çështje për arsye të ekonomisë, për arsye të ndryshimit madh financiar, një nga momentet që juve keni dhe koha periudha që është dinjitoze për juve të kësaj shenje dhe gjithmonë ta keni parasysh sepse briqapët nuk gabojnë gjëra të rëndësishme, por japin drejtim dhe arrin atje ku dëshirojnë. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me peshorët e diçit të parë, dashtë dhe diçit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Përsa përket shenjës së ujorëve, duket se për juve janë shumë gjëra që do vinë në vijë, shumë gjëra që do rregullohen, do stabilizohet ana ekonomike financiare, do stabilizohet puna juaj dhe jeni koherent me atë çfarë ndodh edhe momentet që juve keni, janë momente shumë pozitive, janë momente korrekte nga ana juaj, momente që në disa raste mund të jetë edhe vështirësitë që juve keni pasur të kaloni, por njëkohësisht është edhe një gjë shumë e madhe dhe drejtimi i përfundimit të çështjeve ekonomike financiare, ku do të jetë mundësia dhe ndryshime të tjera që do të keni në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me dem duken të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Përsa përket peshqeve, peshqet të duket se janë sipërmarrës të shkëlqyer në ekonomi, janë sipërmarrës mjaft pozitiv në vazhdimsi dhe kjo duket se është momenti dhe koha më e mirë e mundshme tani për të marrë vendime të rëndësishme në çështjet e financave, në lidhje me biznesin, se biznesi ka të bëjë shumë në këtë drejtim dhe koha ka treguar që vjen me shumë fat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt e diçit të parë, shigjetarët e diçit të është një periudhë mjaft e mirë që mund zgjidhni shumë ndryshime të lidhje me punën, lidhje me gjërat e juaja, por në çështje që lidhen me dashurinë e vërtet është me akrep të diçit të parë dhe me binjak të diçit të tretë. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 5 nëntor
të 2025. Por para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë, për gjithë juve të rishikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimi të detajuar, një parashikim që kërkohet në fundit e dani me një që do të bleni një paketë, atëherë kemi këtë këtu astrologo.al e shikoni duke ndjekur hapat edhe duke parë në vazhdimsi se si funksionon shërbimi dhe atje jeni gati pastaj për të dërguar duke zgjedhur paketën tuaj numër përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria, atje pastaj mund të dërgoni të dhënat e juaja, numër përkatës të blerjes dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live, dëshironi që të dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat me kujdes dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Por do të keni është hapur një shërbim i ri që si ta abononi membership atje do keni dritarin tuaj me të dhënat e juaja, ku atje do merrni videot e juaja, atje do merrni gjithçka ju intereson, duke u abonuar një abonim i thjesht, edhe se gjërat e mira do të jenë thjeshta dhe mund të merrni atë që ju e kërkoni, pra parashikimin ditorin, javorin ose të ditët e mira, ditët e vështira që ju e keni ose një pyetje që mund të keni ose diçka që mund ta merrni direkt në video atje. Këto që pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme nga Unë Grupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.